Unë pash dje që Sali Berisha kishte shku në Manës, edhe ndoqa dhe vitjan nga fillimi në fund. Edhe jam piklu si Mansak jashtëzakonisht. Jam piklu se nuk pash asgjë, as njëri që njifja në të salë që t'ishte Mansak. Nuk pash në të salën që ishte Manza e Alibeqës së dikushëm, Manza e Zon Gjokës së dikushëm, Manza e poetit madh Demir Gjergji, Manza e Rustem Gjergjit, Manza Muslim Gjuzelit, Manza Sul Farukut, Manza Zulif Sulës, Manza Dajve të mi, Manza Qazhalarve të mi, Manza Tezëve të mija, Manza miqve të mi e shokve të mi, nuk ishte më Manz. Nuk kam pa as edhe një njëri që t'ishte Mansak, apo që t'kishte mbi emrin e fisëve që kanë jetu dikur në Manz. Edhe jam trishtu. Se unë kur shkoj në Shqipëri nga herë, e shoh Manzën me shtëpia plot, por nuk takoj njerëz. Por mendoj që aty janë. Nuk janë më në rrugë, nuk janë më në parcela, nuk janë më në punë, po janë të sa. Edhe ndjemi zbrazet se nuk gjej Manzën që kam lanë, nuk gjej njëri që është pura Mansak, do të bëhen, pa tjetër që do të bëhen më vonë. Kanalët gjithmonë. Shpërgullet një grup njerëzish vjen tjetër, pa shpërtarët keq. Me qoftë se kjo është në çdo fshat, me qoftë se ky fenomen është në çdo vis, në çdo krahin të Shqipërisë, është gjë jashtëzakonisht tragjike. Ata që janë atje, ju që jeni atje, jeni mësu. Nuk i bën përshtypje se ka ardhur gradualisht, dal nga dal, pak nga pak. Por për mu, ajo ka qenë një tronditje që s'dita ta përballoj. Nuk patëm mundësi të kooperoj vetveten edhe s'kam fol asnjë fjalë. Vetëm jam pi, jam hutu. Me ata që kam pa, me ata që kam dëgju. Çdo person që ishte në atë sallë nuk ishte Mansak, asnjë prej tyre që kam pa në video. As edhe një nuk ishte as mbi emrin e zonës sonë. Edhe herë, janë si ato pemët që shkullën vinë pemë të tjera plantacione, po është të dhimbshme, ato dhe bëhen Mansak se dhe rritën fëmijët e tyre aty. Po ishte jashtëzakonisht tragjike. Unë kur shkoj në Shqipëri, që shkoj shumë rrallë, edhe do të kisha dëshirë që të shkoj prapë, duket vendi më i huaj në botë. Është vërtet gjerish, miq e shok që i njeh, apo që kanë kohën të rinë me ty. Unë këtu ku jam, në Amerikë, më duket vetja bosh, është vend i huaj. Po atje ishte akoma dhe më keq, mos brazet, ma shkretjer se këtu, për kaq vite, i kam bot është një 2-3 miq e shok, me të cilën mund dalë nëse kam kohën të pi një kafe, bëj një muhabet, por atje s'kisha asnjë njeri. Bile dhe të komunikosh me njerëzit është jashtëzakonisht e vështirë, sikur e ke mësuar shqipen në 10 huj,
edhe sa shqipja jote, po ishte tragjike, jashtëzakonisht tragjike, me këto që kanë ndodhur. Unë kam mendimin që ai bujku i mirë nuk e sot ka ndryshu kohët, po flasim jetë e matë. Nuk e harxhon deri kokrën në fundit misrit apo të grunit, si ngele toka vitin tjetër pa mirë dhe run faren. E run. Edhe unë do të kisha pas dëshirë që të gjithë t'ikin jashtë, siç kam hikun t'ikin dhe të tjerët, për një jetë më të mirë. Por të metësh dikush mrapa, që man mbi emrin ton, sojnë ton, genin ton, ati ku kemi qenë. Pra ne s'kemi metë ati ku kemi qenë. Është të mërshme. Është tragjike. Edhe kam frikë se kjo është një fenomen të ashti që po ndodhen në kënd Shqipërisë. Po e boshatisim për shqyqy që kemi shqiptarë për te i kufirit në Maqedoninë, Kosovë, Malësi. Po nuk e di nëse dhe ndoshta dhe atje po asimilohemi, po zhdukemi, por jashtëzakonisht e të shtushme tragjike kjo që kam pa. Shqipëria që ka jo vetëm shpopullu, po që ka shërënjos, së pritet një pëll, ka ndodhur gjithmonë. Por ronjët janë atje dhe dalin prap dekat dhe rritët. Por me këtë zhvendosje që unë pash, konstatova, kur Berisha i qenë mons, unë jam thuj komplet. Uroj që ndoshta monsakët thjesht janë si ajo zbatica apo batica, kush është kur tërhigjet e mblidhet deti mrapa, ndoshta kanë humbur të interesin me vrapu, si thonë, mas pedast. Uroj që t'jenë atje, uroj që të mos jenë shtuk, sa është të mërshme. Zbrastia është të mërshme. Sami Gjoka ju përshnet.